I dënuari për mashtrim, avokati Arben Langosi në emër Gjoja të një shoqate, përmes së cilës përdoren turpërisht media dhe gazetar, ishte drejtuar gjykatës administrative për të përfshirë në çështjen e padisë që Erion Veliaj i ka bërë ndaj prokurorit të Spakut Olz Dato. Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës Erion Veliaj nuk ka depozituar thjesht një kallëzim penal ndaj një prokurori për emërtimin e tij për arsye se ka ndonjë problematik ligjore që e ka shqetësuar. Dato është emëruar si prokuror shumë vite më parë, ka kaluar dhe vettingun dhe Veliaj nuk pati asnjë shqetësim deri atëherë, por pikërisht në momentin që u arrestua dhe u kryen hetimet, Veliaj filloi sulme nga më të ndryshmet nëpër portale, media, përmes marionetave të tij, pseudoanalist dhe jo vënës, ndërsa nga ana tjetër shkon dhe bën show në gjykatën administrative me një avokat të dënuar si mashtrues me vendim që është lënë në fuqi nga gjykata e lartë. Shkon bën show, teatr, puthë edhe me aktor. Triumfi i madh i Veliajt se i shkojnë disa bloggerë dhe influencera. Këta të fundit dalin më pas kundër Ramës në protestën për Flamingot, ndërsa në Spak, atje ku vërtet duhet të përballet me akuzat penale, Veliaj nuk shkon. Nga ana tjetër, qindra mijëra dollar derën në lumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Departamentin e Drejtësisë, ku dërgohen raporte kundër Spakut që janë në emër të persekutimit që i bëhet Veliajt, ndërkohë që reformën e drejtësisë ka votuar Partia Socialiste e Veliajt, që është prej 13 vitesh në pushtet. Veprimet e fundit tregojnë dëshpërimin ku ka përfunduar Erion Veliaj dhe lidhjet e tij edhe mediatike, të cilat nëpërmjet avokatëve të dënuar për mashtrim kërkojnë të shpëtojnë fytyrën e kryebashkiakut, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale.